dëshmuan se Erion Lal Vjellshi në telefonatat e tij të panumërta, ipte të vllajt porosi për Mjero Bazën, për Bolinon, për Yseirin e të tjerë, por atë që u fshehen mediat ju ja u themun. Në urdhëresat dhe udhëzimet e tij ishte një shumë e veçantë. Për këtë çështje thoshte do pyetet redaktori. Kjo çështje nuk do të dalë pa u pyetur redaktori. Tani do thoni ju cili ishte redaktori. Redaktori ishte Edi Rama. Dhe në qoftë se, dëgjoni miq, dëgjoj çfarë jagoj është, i pa skrupull. Ditën, natën i ndërsente, kundër Skapit, ditën sulmonte Etjenin se guxove të sulmoj Skapin. Ndërkohë, statuset e para janë të gjitha të redaktuar nga redaktori. Po çfarë po bënte redaktori këtu? Redaktori kishte vu përpara një telajo dhe qef po pikturonte mustaqet e Kujtim Gjusit. Po i them unë, çfarë ke ti me këto mustaqe, mor zotri? Ti i ke tuat. Po këto të mijat nuk më mbushin, tha. E vërteta është kjo. Prandaj dhe është i obseduar. Dhe çdo fjalë tani, çdo mëngjes, fillon njerë me mustaqe dhe mbaron pastaj e dini vetë me çfarë. Tani, në fakt aty e ka vendin. Aty e ka vendin. Një odit i gjithanshëm e pret. Tani, vazhdojmë përsëri me personazhin më të inkriminuar pas Edi Ramës në Shqipëri, dhe ky është Taulant Begojaris. Taulanti është një personazh unik. A e dini ju të nderuar gazetar që ai është dhe hajdut xhepash, në kuptimin që nuk nguron të kërkoj mbush mani kartën e telefonit. Hillca mbushin kartën time të telefonit. Pra, ky është njeriu që përfaqëson Edi Ramën në Tiranë dhe që tani